Partia Demokratike zhvilloi të shtunën e 23 majit zgjedhjet për kryetarin e kësaj force politike për Shqipërinë. Procesi i votimit për kryetarin e PDSH në Dibër, Bulqiz, Mat dhe Klos nisi rreth orës 8 të mëngjesit dhe u mbyll në orën 18:00, siç është edhe parashikuar në statutin e kësaj force politike. Antarët e Partisë Demokratike që u drejtuan kutive të votimit për të konfirmuar Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike e konsideruan këtë proces një referendum për liderin e tyre historik, pasi në fletën e votimit nuk kishte një rival tjetër si alternativë zgjedhje. 1250 antarë të Partisë Demokratike në Bashkinë Dibër patën mundësinë të ushtrojnë të drejtën e votës me pro, kundër apo abstenim në fletën e votimit, e cila mbante vetëm emrin e Sali Berishës. Në Bulqiz, kutisë votimit patën mundësi të drejtohen në rreth 1300 antarë. Në Mat kishin të drejtë vote rreth 1400 antarë, ndërsa në Bashkinë Klos kanë të drejtë vote rreth 650 antarë. Procesi i votimit u mbyll në orën 18:00 dhe pas numërimit do të dalë rezultati në rang kombëtar për rikonfirmimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Veç procesit për kryetarin e PDSH-s në Mat u zhvilluan zgjedhje edhe për kryesinë e Partisë Demokratike të kësaj dege.